Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duket i gatshëm të ndërmarrë një raund të ri tarifash tregtare ndaj 60 vendeve, madje brenda kësaj jave, pavarësisht rekomandimeve të disa prej bashkëpunëtorëve të tij më të afërt për të shmangur masa që mund të shkaktojnë luhatje të reja në ekonominë amerikane përpara zgjedhjeve të ndërmjetme. Sipas Financial Times, zyrtarët amerikanë kanë përgatitur tashmë skenar alternativ, pasi të premten përfundon afati i regjimit të përkohshëm të tarifës së përgjithshme prej 10% për importet. Administrata po shqyrton vendosjen e tarifave të reja ndaj rreth 60 vendeve. Kjo nismë vjen vetëm pak ditë pasi u njoftua vendosja e një tarife prej 50% për produkte nga Kanadaja, ndërsa më herët ishte vendosur edhe një tarifë prej 25% për importet nga Brazili. Këto masa tregojnë se Trump vazhdon të përdor tarifat si një nga instrumentet kryesore të politikës së tij tregtare. Tarifat e reja vijnë pasi më herët gjatë këtij viti gjykata e lartë rrëzoi tarifat reciproke që ishin vendosur pas njoftimit të Trump për të ashtu quajturën dita e çlirimit në prill 2025. Pas vendimit të gjykatës hyri në fuqi një regjim i përkohshëm me tarifë 10%, i cili skadon këtë javë. Tarifat e reja pritet të mbështeten në një hetim mbi praktikat e punës së detyruar, duke i mundsuar administratës të veprojë pa u mbështetur në kompetencat e jashtëzakonshme presidenciale që gjykata e lartë i hodhi poshtë. Sipas raportit, tarifat fillestare pritet të jenë nga 10% deri në 12.5%, ndërkohë po zhvillohen edhe hetime të tjera tregtare, të cilat mund të krijojnë bazën ligjore për vendosjen e tarifave dhe më të larta në të ardhmen. Brenda administratës amerikane, zyrtarë të lartë thuhet se i kanë rekomanduar presidentit të ruajë stabilitetin në marrëdhëniet tregtare me partnerët kryesorë dhe të respektojë marrëveshjet e arritura në vitin 2025 për uljen e tarifave. Në të njëjtën kohë, përpjekja e Trump për të rikthyer tensionet tregtare përkon me përshkallëzimin e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, zhvillim që ka ndikuar në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe ka sjellë rritje të çmimeve të karburanteve në SBA, duke shtuar presionin mbi koston e jetesës. Së fundmi, administrata amerikane ka zbutur një pjesë të planeve fillestare për tarifa të larta, duke përjashtuar disa mallra bazë të konsumit, si mishi i viçit dhe kafeja, si dhe duke lehtësuar disa tarifa për produkte që mbërmbajnë çelik dhe alumin. Sipas Financial Times, Shtëpia e Bardhë dhe zyra e përfaqësuesit të tregtisë së SBA-s nuk ju përgjigjen kërkesës për koment.